poshtë ekranit të juaj, kemi një temë shumë veçantë sot. Është se kush është banori juaj i preferuar i Big Brother VIP Kosova 4. I përshëndesim Ilienën dhe Flamur. Ju pafshim. Të ngoj. Po besoj që gjithë mërgjimtarët tonë ka nis me shiku Big Brother. Çdo të hënë dhe të premt pozicionohen para ekraneve për të përcjellë projmet, por edhe 24/7 në 2 kanalet Big Brother VIP Kosova 1 dhe 2 në Art Motion. Sigurisht e dim edhe ne që shikueshmëria është on top, kështu që ne po dëshirojmë pak edhe me ditë për juve se kush është ky banor që po ju tërheq më së shumti. Sigurisht i keni numrat këtu poshtë ekranit ton dhe telefononi sa më shpejt sepse po na ikin minutat. Numri është 048 18 18 18. Mund të na telefononi në Viber për të treguar se cili është banori juaj i preferuar, apo për të dhënë ndonjë qëndrim, koment mbi ndodhit ngjarje që ndodhen gjatë këtyre 4 ditëve të Big Brother VIP Kosova 4. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Kush na thot përshëndetje? Milazemi nga Belgjika. Përshëndetje, zoti Milazem, a kena mundësi me të pa me kamerë? Tash sa jam zhua. A në des, ka lidhje edhe ma mirë. Spontane, originalitet. Zotri Milazem, në ndërkohë, faleminderit shumë që na hapë kamerën. Në shënacimi ju po kështu. Faleminderit nga Cia dhe Jonja që po na sjellin në emision shumë të mirë. Ju them drejtën, unë kesh të shku për fitness mirë, po me emisionin e ju mbeta, duke ju shikuar, po sa të përfundoj emisionin do të shkoj ande. Faleminderit shumë për këtë fjalë, na vjen keq që ta kemi shty fitnessin pak. Por mos e le. Jo, Qëndrojmë te tema për sot, zotri Milazem, është kush është banori? Emisionin e ju në tema shumë interesante, po se në njerëz të lëmive të ndryshme, se që tani që kemë ta dë bukuroshat këngëtar të njohur tani, ishte shumë kënaqësi e mirë, mandej me gazetarin, ishte edhe ajo intervistë shumë e mirë. Faleminderit shumë për vlerësimin. Kanë atë ëmbëlsirën e vetë. Na bëhet qefi për këto fjalë, por qëndrojmë tek tema për sot, zotri Milazem. Kush është banori yt i preferuar? Ju them të drejtën, hala nuk arrit me veçu cilën sa tham kësa është hala herët, nështë edhe një java, 2 java. Po, është herët. Për momentin nuk po mundem. Bile pak. Saktu për cilën. Pak, diçka që të kalon dikës për shtypje. 2-3 banorëve ndoshta. Po më la për shtypje të mirë kjo vajza e re. Eliona. Me ato akuza, me gjithë ato që jo bana, ja qëndroj besnike dhe e kulturune dhe se qërë, dhe besoj që një vajzë aqere ja dole shumë mirë në atë citatë palakmushme dhe për mua njëherë për njëherë ajo është e preferuar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zotri Milazem, për mendimin tuaj dhe për telefonatën. Ditëm mbar sot juve. Jo, përshëndes edhe juve, sukses edhe gjithë atë mira. Miru pafshim. Shkoj me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush po na thot përshëndetje? Nebi Klinohu nga Austria. Përshëndetje, zoti Nebi, a ka mundësi me hap kamerën? Po. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Përshëndetje edhe nga studio jonë. Ju po. Zotri Nebi, po besoj që po e shihni edhe temën që e kemi sot, është kush është banori yt i preferuar për këtë edicion të Big Brother VIP Kosova. Njëherë për njëherë është shkurta. Cilat janë disa karakteristikat që po të pëlqejnë të shkurta? Po është ma serioze dhe njëherë për njëherë për ashtë. Zotri Nebi, për këta tjertë njëherë nuk kena kur mendimi se Heret, po fëthu. Mirë po mundësin për me taku shkurtën e ki, kështu që hajde prej Austris, e ki këtu të gjami, kjo dhoma me gjami, edhe mundesh me taku. A e kishe po me gjithë shef, në të na jepet mundësia, me gjithë shef. Pa tjetër, gjami është për gjithë qytetarët që dojnë me po shkurtën në këtë rast. Hajde bë një surprizë nga Austria. Shumë faleminderit zotrin Nebi. Faleminderit, suksese gjithashtu. Miru pafshim.
Tung. Kemi telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Derisa të lidhe telefonata tjetër, shkoj një vot për Elionën dhe një vot për Shkurtën. 2 vota për femra. Duke që do t'jetë Big Brother i femrave këtë rast, Lindrit. Është rane, po unë nuk jam edhe tash, a muj me jo mendim? Po pa tjetër, është rane? Nuk është që jam i ati mendimi tash veç pëse është femër me ajop. Absolutisht jo. Po kështu, e ka radhen, me thonë të drejten, sepse 3 Big Brother janë konë me fitues mashkull, kështu që kësa ere pëse jo të jetë një grua. Jo veç pëse e ka radhen fakt, por qysh në javën e parë dinamika të rëgun që femrat janë ato kryesore që po dheqin këtë big, kështu që pesim se qa do të nasilin. E kemi edhe telefonatën e fundit për sot, alo mirëmëngjesi. Alo mirëmëngjesi. Kujt i themi mirëmëngjesi? Narlindës. Zonja Arlinda, mundesh me hap kamerën, lutem? Jo. E qartë. Atër cili është mendimi ytë për banorin e preferuar për këtë edicion? Shkurta, dhe kam rritu votat. E publikut. Mendon që Shkurta ka me fitu këtë Big Brother? Opa, shkoj, 2 vota. Shkupot, zonja Arlinda. Okej, pasi ke një telefonat të shkurtër, po e presim e një telefonat tjetër të fundit për sot. Mirë ka qenë sot, me njëherë janë të regu të gatshëm për telefonat. Vigilent, kështu që edhe herave të tjera ju lutem ka të shpejt mundën e me telefonu. E kemi telefonatën? Alo, mirëmëngjesi. Prap votat po shkojnë për femra, Lindrit. Alo, përshëndetje. Po shkojnë. Mirëmëngjesi. Kush na thot? Mirëmëngjesi. Edhe një shqiputje. Na vjen keq kishë minuta për... Kemi edhe një. E treta është e vërteta. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Kujt i themi mirëmëngjesi? Zonja Linda, mundesh me hap kamerën, lutem? Indërum, të lutem, janë dalë zonin televizorit, komunikojnë përmes telefonit. O, s'ka kurfa problemi. Kush po na telefonon? Selim Hamiti, prej Zvitre. Përshëndetje, zotri Selim. A ko mundësi me hap kamerën a me na tregu se kush është banori preferumi juj? O, s'ka kurfa problemi. Hajde, falemderët. Në cimet po. Gjoni? Shumë shkurt, po, shumë shkurt, cili është banori yt i preferuar në këtë edicion? O, banori jam i preferuar, është ajo vajza 18 vjeçare, Eliona. Po, Eliona. Pse mendon? Se mendon se e rroken me akuzat mëdhaja ato dyja, si du të mi hek për një herë për Big Brothers, si zvyën kur gjonë aty, ajo e majti vetin, diti mu gjetë dhe ju uroj shumë të mira për fitore. E qartë, faleminderit shumë për mendimin tuaj, një ditë sa më të mbarë së juve, zotri Selim. Ju përshëndes, kaloni mirë gjithë të mirat. Po ala gjithë familjes, tung. Kene Lindrit, dal nga dal erdhem në fund. Shumë shpejt shkun këta minuta, kështu që nga unë dhe bardha, miru pafshim, shihemi nesër nga ora 9. Tung.